Nga muaji janar deri në muajin gusht të vitit 2025, janë evidentuar 172 raste të vjedhjes në rang qarku nga ana e drejtorisë vendore të policisë së Vlorës, ndërkohë që në një komunikim zyrtar me drejtues të policisë së Vlorës bën me dije se nga këto vjedhje 210 persona janë proceduar, arrestuar apo edhe ndjekur penalisht si autorë të dyshuar të vjedhjeve. Në konfirmim zyrtar, policia bën me dije se krahasuar me vitet e kaluara ka patur një rënje të numrit të vjedhjeve, por edhe një rritje të zbardhjes së vjedhjeve me autor. Zbulueshmëria e rasteve të vjedhjeve në qarkun Vlorë arri nivelin më të lartë në 5 vitet e fundit. Gjatë periudhës janar-gusht 2025 në territorin e qarkut të Vlorës janë evidentuar gjithsej 172 raste të veprës penale vjedhja, nga të cilat janë zbuluar 88%, me 210 autorë të arrestuar, proceduar ose shpallur në kërkim. Të dhënat zyrtare nga policia e Vlorës tregojnë për një ulje të ndjeshme të numrit të vjedhjeve në krahasim me vitet e kaluara dhe një rritje të qëndrueshme të zbulueshmërisë nga strukturat e policisë së qarkut Vlorë. Kjo reflekton rezultatet e masave parandaluese, forcimit të patrullimeve dhe bashkëpunimit të ngushtë me komunitetin. Sipas analizës së kryer mbi 5 vitet e fundit, trendi është si më poshtë, 88% zbulueshmëri në vitin 2025, niveli më i lartë i arritur në këtë periudhë, krahasuar me 78.1% në vitin 2024, me 82.7% në vitin 2023 dhe krahasuar me 49.6% në vitin 2022, aty ku rritja shkon në gati 39%. Vetëm gjatë periudhës gusht-shtator 2025 janë regjistruar 41 raste vjedhjesh, nga të cilat janë zbuluar 31 raste ose 75.6% e tyre, duke çuar në 45 autorë të arrestuar, proceduar ose shpallur në kërkim. Këto rezultate dëshmojnë se fenomeni i vjedhjeve ka një tendencë ulse, ndërsa efikasiteti i policisë së qarkut Vlorë është në rritje të vijueshme, pal angazhimit të strukturave policore dhe bashkëpunimit të qytetarëve me forcat e rendit. Policia e qarkut Vlorë mbetet e angazhuar maksimalisht për garantimin e rendit dhe sigurisë, si dhe për parandalimin dhe goditjen e çdo veprimtarie të kundërligjshme.